t'ju ëmbëlsojmë, jemi kesh shumë të mirë të programit, ndajmë të njëjtën familje mediatike me mua, Mirela Andoni. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Kryesisht jemi sërish bashk. Edhe për mua është. Vonove të vish? Jo, më nuk vonova. Unë era më një herë. Erdhe më një herë, realisht, por na komunikuar ëmbëlsia. Por ama kur vi, po je në sezonin tënd. Je në sezonin tënd, për fat të mirë, i hoqëm qafet ato plakat e prillit, edhe jemi të qetë tani për të qiuar një ëmbëlsirë të këshishme dhe të thjeshtë, ti godet e tradita. Po, dhe pranverore, kështu që është të si dhe atë aromën e limonit freskët, koha është ngrohur, ca biskota nuk i bën keq asnjërit në mëngjes, me një kafe, me një çaj, ose mbas dite. Ne që vrapojmë e imagjinojmë të shtunën kështu, ose të dielën. Po mund t'i bëjmë dhe një ditë përpara dhe kemi gati. I kemi gati. E mbushim shtëpinë me aroma të mira. Çfarë gatuajmë sot bashkë? Gatuan ti dhe unë mësoj, unë vijoj mësoj. Jo, më do gatuash ti se do bëjmë format e biskotave. Po, do të ndihmoj. Unë kam menduar të bëj biskota me aromë limoni. Janë ato biskotat e thjeshta të mamave, të gjysheve, që nuk është se duan shumë përbërës. Me ato që kemi në shtëpi, miell, kemi, vezë, kemi, pak vaj ulliri të gjithë na ndodhet, pak qumësht po, nëse s'kemi qumësht mund t'i vendosim pak kos, do më thënë në të njëjtën mas mund t'i vendosim kos. Nuk na mungon aromë limoni, portokalli, mund t'i vendosim çfarë do lloj. Shuhemi dhe për agrumet e mira në Shqipëri. Një fryrës po, nëse s'ke fryrës një thot buke, do më thënë në shtëpi, të gjithi kemi këto përbërës, edhe mund të sjellim në pak minuta disa biskota fantastike. Fantastike. Nisim nga puna se rrugës Mirela na tregon edhe sasi, se e dim që në ëmbëlsira ka vend për fantazi, por duhet të jemi besnik të gramaturës. Duhet në fakt, sepse ëmbëlsirat e duan atë, unë ndonjëherë edhe e bëjmë sy në një gjë dhe nuk është se del mirë, po e korrigjoj rrugën. Ti e ke syrin edhe të mpret. Imagjinoni të tjerët që nuk kemi prehur atë syrin. Ja, do e bëjmë tani. Okej. Nisim me 2 vezë. I hedhim në një tas. Domethënë të gjithë procesin e punës do e bëjmë te ky tasi këtu. Okej. Kaq pak na duhet në fakt, produktet e thjeshta në shtëpi, edhe për fat të mirë ne kemi edhe miellin Ola për të na ardhur në ndihmë dhe për ta patur si përbërësin kryesor të biskotave, se s'ka biskota pa miell. Jo, ka që bëhen me bajame të bluara. Po, e kam dëgjuar si variant. Po do bëjmë biskota me miell bajamesh. Miell bajamesh. Ka përdorim vetëm Olën. Vijoj me sheqerin sa 2 vezë. 2 vezë do të hedhim 180 gram sheqer. Mund të shtojmë edhe më shumë, 200, por mua më pëlqen që një pjesë të sheqerit, enka se kam dhënë te kjo pjata, në mënyrë që kur të mbarojmë biskotat, i rrotullojmë të lyejmë me sheqer dhe pastaj t'i pjekim. Do bëhen krokante. Sepse bëhen krokante dhe ai sheqeri bëhet shumë i mirë i pjekur, kështu që e kemi ndarë. Ktu kemi 2 vezë 180 gram sheqer, do të shtojmë 60 ml e qumësht. Tani të gjitha bashkë nuk ka radhë të para të rahim këtë me atë, të gjitha në një. Do të shtojmë dhe 80 ml vaj ulliri. Okej. Kjo është përbërja që na duhet për të krijuar masën e biskotave. Edhe thjesht i rahim. Nuk i rahim shumë. Po, nuk na duhet. Nuk na duhet shumë. Që të krijohet volum ose është ai përshkrimi i rahim derisa vezat ndryshojnë ngjyrën edhe. Nuk na duhet një formë. Thash, është një recetë e thjeshtë, recetë e mamave e gjysheve që bëhet kështu shpejt në shtëpi. Por biskota dalin mrekulli dhe shumë të mira. Do përdorim edhe miellin Ola, për çdo përdorim është një opsion. Kemi dhe miellin dedikuar për ëmbëlsira. Por le të shfrytëzojmë miellin që ndodhet në çdo familje shqiptare për të lehtësuar punën. Dhe Ola ka një detaj shumë interesant. Mirela besoj do na ndihmojë shumë fakti që ka të shënuar gramaturën në pjesën e pasme të paketimit dhe ndihmon shumë që ne fillestarët sidomos, se nuk kemi peshore në shtëpi, se fillestar ka sa të duash në gatimin e ëmbëlsirave, gramaturën ta kemi, ta masim me sy sipas shënjimit që ka bërë Ola. Sa na duhet sot? Tani do shtojmë paraprakisht do shtojmë lëkurën e limonit. Tek pjesa e lëngshme në mënyrë që të hapet edhe aroma, edhe shija. Edhe mos të mbetet kështu e gjitha në një vend. Që hedhim lëkurën e limonit, prap një përzierje të lehtë.
Okej, dhe jemi gati për të shtuar mielin. Sa miell Do na na duhet? duhen 550 gram miell. 550 gram miell. Ku jemi? Pra ne jemi diku Ne jemi tek këtu tek 650, na duhet të vinë deri këtu. Okej. Tash ti do më ndihmosh. Jo, kjo do jetë puna ime. Jo, po s'punon Alma te rubrika e gatimit. Alma, hedh mielin. Jo vetëm mielin. Dhe jo vetëm mielin, se kam filluar vërtet ndihmoj shumë, e shijoj shumë si proces, po në fillim parë, po. Mirela, shyt çfarë ndodh kur vin shefat këtu, se ti je shefe në mënyrën tënde. Se si më duket të ndërhyjë receta, më duket sikur u prish Terezinë. Thonë çka kjo? Prezantuesja me recetën time. Po është vërtet qejf gatimi dhe unë gatuaj në shtëpinë time, kështu që nuk jam nga ato vajzat. Se dhe ato mirë bëjnë ato që s'gatuajnë fare. Nuk i gjykoj as pak. Do ta shtoj gradualisht apo? Po, gradualisht. E shikon që kam nevojë për pak teknik. Dhe do i shtojmë edhe 10 gram plur fryrës. Të gjithë paketimet që shite në fakt e kam për 500 gram miell, kështu që kjo paketa shkon e gjitha. Okej. Më duhet të shtoj edhe pak se na duhet edhe pak për të arritur tek masa që ti më the. Për të qenë korrekte me ty deri në fund. Po e përzjej. Okej, mjafton. Se ky është ai momenti që shohim edhe pak me sy. Po, me sy se si përzihet, se si përthithet. Pjesa e lagësht e produkteve që hodhëm në fillim, me mielin, që të formohet. Si duket situata, kemi bërë një punë të mirë? Duhet më shumë miell, më pak miell? Jo. Tash unë fillimisht e përzjej me pirun, në mënyrë që të krijohen këto kokrizat, që si krijohen thërimet. Dhe pastaj me duar, sepse dihet që bëhet një brumë, ngjeshja tipike e biskotave. Mirela, më kujtohet kur ne gatuam, kur ti gatove për ne, atë kulaçin e jashtëzakonshëm në fermën VIP. Edhe më kujtohet edhe çaji i jashtëzakonshëm që na bëre. Po si nuk morë masa që edhe sot me këto biskotat kishim dhe pak çaj. Dhe pak çaj. Po mirë, më porosisim një kafe sot. Po, atë do bëjmë. Për ta shijuar siç duhet, edhe zonjat që po na ndjekin, uroj shumë të jenë duke shoqëruar po me çaj, po me një kafe turke, si tua doj Gjani, themi ne në gjuhën popullore. Tani është momenti që përveshim mëngët dhe mund, edhe e punojmë brumin me duar. Si që bëjnë zonjat në shtëpi? Zakonisht. Dhe pak minute na u deshën? Po, për ta mbledhur brumin dhe ja për t'i dhënë të formën, konsistencën e brumit të biskotave. Që tregon se është gati? Është gati. Tani, nuk është se do kohë të ri, të vi, të pushoj, të çlodhet, se kemi lodhur, është drejt çlodhur. Është i çlodhur. Dhe fillojmë na shim pak këtu. Po. Krijon vetë sistemi Rela në kuzhinë. Dhe tani, marrim një pjesë të brumit, sa më pak, dhe mundohemi t'i bëjmë formën. Tani, kjo është e bukura, që në shtëpi secili mund të krijojë atë formën që preferon, mund të çlirojë fantazinë. Unë bëj disa forma që janë e para. Nisim. Ato forma që na ka mësuar gjyshja. Rrotullon një këtej, një andej dhe bëhet kjo në formë sëje. Shumë interesante. I kalojmë në pak sheqer, dhe kjo pjata tjetër këtu, edhe i vendosim në tavë. Ja ku e kemi biskotën e parë. Mund të marrim, të bëjmë përsëri tani. Është fantastike për të angazhuar të vegjlit. Po, edhe të vegjlit. Unë jam për të angazhuar vetë për të mësuar, po. Ose mund ta bëjmë kështu, ja nisim nga të dy anët, e rrotullojmë, dhe nuk shkojmë deri në fund. Se për pak bëm ustaqe. Bëjmë një zemër. Dashuria. Dashuria kalon nga stomaku. Ja, vendosim, bëjmë një zemër tjetër. Të bukura. Çfarë mund të bëjmë tjetër? Tani, forma që bëjmë në shtëpi në fakt, i këtyre biskotave, është kjo kështu. I vendosja të marrim të pjatën që t'ja tregoj. Kjo është pjata me sheqer që thashë kam lënë pak më përpara. I zhys në sheqer dhe vetëm i shtyp me duar. Dhe është një formë e thjeshtë? Një formë e thjeshtë. Gjatë pjekjes krijohen ato çarjet e biskotës dhe është një biskot shumë e mirë për ta zhytur në kafe, në çaj, në qumësht. Me çfarë ne po e shoqërojmë? Ja një ide e mirë, praktike dhe e thjeshtë. Çfarë do bëjmë tjetër? Çfarë tjetër mund të bëjmë? Mund të bëjmë një lepurush. Mund të bëjmë vërtet një lepurush? Çfarë na mungon për të bërë një lepurush? 6 vjeç sërish? Që habitesha me gatimet që bëshin në shtëpi. Çdo gjë nis kështu. E rrotullojmë që të krijojmë atë trupin e lepurushit. Ja, kjo është dora, le të themi. Okej. Formojmë kokën. Tani që mua më duhet një çfarë? Një fik ndoshta. Do ta gjejmë. Për ta bërë sa më praktike.
Ka marrë thik e goxha thik. Kryojmë një bish të vogël që janë ngulën këtu lepurushit. Tani me thikën kryojmë këtë darjen kështu të vezhve. Okej. Dhe ja, kjo është dora e lepurushit. Na e solli simbolin e pashkove. Po doja ti të bëja, mund të përdorim ndoshta një kokër piper që ti bëni si sy, ose një karafil në shtëpi, ose një pak kanell. Tash unë po e shpoj pak me thik që ta bëj kështu si grop këtë. Po. Syçkën. Dhe ja ku kemi një lepurush. Okej. Dhe këtë e marrim e vendosim këtu. Ose mund të bëjmë një formë tjetër, gjithçka nis nga litari. Nga kështu. Dhe thua mirë se unë nuk po dija nga nisej puna. Edhe ja krijojmë të si dredhës. Tani këto ose mund ta lëmë kështu, ose i vendosim këto të dyja dhe krijojmë një si kuror vogël. Tani forma e sipas dëshirës mund t'i lyejmë edhe me sheqer. Unë ca i bëra, domethënë lepurush me pa sheqer. Po, është i pa sheqerosur lepurushi. Pa jesh jo ëmbël vet, nuk ka nevojë për shumë gjëra. Po më pëlqen shumë se si gjithë familja mund të përfshihet për të dhënë ide, për të gatuar bashk, edhe duke bërë atë rrëmujën e bukur të kuzhinës. Është shumë bukur, pra thash është një recetë e thjeshtë, po që sjell shumë. Dhe gjithë lezeti që nga tek format. Tash unë këto kam bërë shumë të madhe dhe thash ta pres. Dhe do krijojmë këtë formën tjetër që është kjo si mund të quhet? Si mund të quhet? Kjo është si fjongo. Si fjongo. Fjongo është. Edhe këtë po e lyejmë fjongon me pak sheqer. Çfarë mund të bëjmë tjetër? Ja të mendojmë tani, kjo duhet të çlirojmë fantazinë dhe të... E vetmja gjë që unë mendoj tani është të bëjmë një tjetër shkronjë. Fantazia na ka ikur. Bëjmë edhe një shkronjë, si do bëjmë një shkronjë? Bëjmë një shkronjë që duket bukur. Të provojmë të bëjmë anë, kështu alma me... Po. Bëjmë anë, pse jo? Shkronjën e parë jo për Alma, po se është e para në alfabet. Mirë. Jo se bëjmë qefi. Unë thasë do mjepe zhënë, dhe po mendoja unë zhënë po mendoja në fillim, po thash si ta bëj. Dore Alma se nuk gjanë bukur, thash zhoj. Tani asgjë me zhënë. Me anë si ta nisim anë. Po mirë, nisim kështu. Na duhet ta bëjmë këtu këtë anë. Mirela, unë pres ta dishti. Pres të më ndihmosh si ta bëjmë ja. Dhe gjigande. Si në bukur shkrim dikur në klasë të parë ku na detyronin të mbushim 4 faqe me anë. Anë e madhe dhe anë e vogël. Tani. Po çfarë ai? Letrare. Me librash, e bukur. Gjithçka nis nga se kështu duam të bëjmë qefi vetes tani. Mrekullina, duhen edhe 1-2 forma të fundit se e ke bërë si mozaikë për sose. Po që të bësh vetë një lepurush. Po, do ta provoj, si jo. Të paktën trupin ja bëjmë. Të paktën trupin ja bëjmë, se më mësove tani ti. Nëse ju keni merak se si bëhet një lepurush, shiko, duket pa aftësia ime. Jo, je shumë mirë, e ke gabim. Fillon, më pëlqen motivimi që ti më jep. Çfarë që jeshë në horoskop ti? Unë jam virgjëresha. Po prandaj shkojmë kaq mirë. Me këmbët në tokë dhe kokën mbi re. Tani fillo bëj trupin e lepurushit. Trupi ishte i thjeshtë, çfarë vjen pastaj? E rrotullon, po. Okej. Ky trupi i lepurushit tim është pak ndryshe nga lepurushët e zakonshëm. Po si ne nuk kemi të gjithë njësoj. Po, nuk kemi të gjithë njësoj. Tani këtë e kthejmë pak kështu që dora të jetë këtej. Këtej nga ana tjetër. Kështu. Shumë bukur. Tani bëjmë kokën. Ej çava. Tani për kokën thjesht forma do të jetë pak ja kështu vezake. Po, e shtypur. Ti e ngjit, thjesht e ngjit. Thjesht e ngjisim. Edhe bën veshët. Okej, uroj t'ja pres mirë veshët. Lepurush si ky, me vesh të gjata, hasallata dhe karota të çështje. Po ti bëjmë edhe një sy, mos ta lëm pas sy. Po pse kemi bishtin një herë. Okej. Edhe bishtin, si pufta? Nuk e di, jam shumë e lumtur, se kam bërë një lepurush me kokë të madhe. Ja, e ke bërë shumë të bukur. Thjesht ja hapim çdo veshët që të japim. Që të ngjaj pak si lepurush, apo ngjaj pak si alien. Po, atë jemi kreativ. Sa e bukur është, sa e bukur. Çuditërisht është shumë bukur. E sheqerosim jo, s'është nevojë. Si do ti? Unë them jo, më mirë se mezi qëndron kështu, jo më ta bëjmë me sheqer. Po jo, më qëndron. Ja, kjo për të provuar ty, që po mendohet ju që unë nuk bëj atot një lepurush. Që kemi bërë një brum perfekt, që ti ke bërë lepurushën e ëndrave dhe ja ku është. Ja ku është aty. Mos e beso po deshe, po duket akoma më bukur kur ka sheqer. Sheqer tipër. Mirë. Çfarë na ka mbetur pa bërë? I kemi bërë të gjitha. Lepurushi im gjatë sikur është fëmia i lepurushit tënd. Po shumë mirë. Kemi bërë një familje lepurusha. Kemi bërë një familje me lepurusha.
Tani bëjmë një zemër. Duket kaq e bukur kjo. Kjo ide sot. Tava me biskota, edhe këtë zemër po E kjo shoqëros. Se nga zemrat e ekspresive. hidhura kemi vërdall. Na duhen këto të bukurat me Ëmbëlsojni nuance. pak zemrën. Vendoseni pak Kështu e ke për ata sheqer. që zgatuajnë besoj. Jo, Ata nuk më e për di. ata që janë kështu, që nuk marrin iniciativën të gatuajnë. Okej, mirë. Shumë mirë bëre. Shumë mirë bëre që u bëre këtë ftesë. Edhe ata që rrin gjithkohës në ngrysur. Po. Edhe ata do të qeshin më shumë. Ja, vazhdojmë bëjmë forma. Kujtun tani se nuk e di. Ti vijo. Ja, perfekt. Dhe unë them se kemi mjaftueshëm? Po. Kemi vendosim mjaftueshëm. tavën e parë Sa sa të na piqet. duhet? Besoj 12 minuta në temperaturë, nëse fura është e parangrohur, me 200 gradë si zakonisht, 10 minuta, 10-12 minuta. Do mjaftoj. Derisa të marrin të ngjyrën e bukur. Okej. E ja, Dhe kemi ja të gati. ndihmoj. Okej. E kemi para nxehur të gjithën dhe kemi gati. Në sa se kjo është goxha e nxehtë. Po, 200 gradë për 12 minuta. Sa të bëjmë gati format e tjera. Okej. Jemi gati të shohim rezultatin e biskotave. Leporushat i poqëm, doritat i vumë, do bëjmë edhe animacion tani. Të shohim se Dhe si jemi gati, do po, duken si nxjerrim. aroma, por edhe të shijojmë. Ndërkohë që Mirela është blet punëtore, bëri dhe gjithë brumin e shfrytëzoi për t'i dhënë formë edhe për të pjekur. Po. Vetëm ajo aja ime pas ka marrë një pjekje më të zellshme. Po, sepse duhet, ata që na ndjekin nga ekrani, duhet ta kuptojnë që të piqen në mënyrë të njëtrajtshme, duhen që dhe forma të jetë në të njëjtën trajt. Aja ishte shumë e hollë, megjithatë, Është a? Të mos lutem. na e shani. Mos na e Mamat shani. i kanë duart që super të pandjeshme ndaj nxehtësisë, akullit, borës, Përse dua të tregoj publikut edhe leporushin që më përgatita, se duket sikur unë nuk gatuaj asnjë gjë. Ade? Unë them ti vendosim aty. Shumë i bukur. Sa i bukur është? Është shumë i bukur dhe e di pse do gatuaj unë, vetëm për dashurinë që ti më jep kur gatuaj, se askush nuk më motivon kështu kur gatuaj në Po shtëpi. që sa të bukur e ke bërë? Më thonë shumë mirë, po ndoshta mund të bësh edhe më mirë. Ja ti më jep shumë kurajo. Më mirë, shikoj leporushin tim si vetja ime, 100 kg. Shikoj leporushin tënd sa elegant. Ta, më shi vogli. Ja, shiko. Kemi bërë familjen e leporushave. Mirela dhe Alma, duket. Kush e ka bërë më bukur Alma? Ku gatuajmë bashkë Mirela, është gjithmonë kënaqësi. Edhe Tash do ka e shumë vendosi? vonove për të ardhur. Do vi prap, zgjidh recetën se erdha, të kripur. Unë do vendos në mënyrën time. Okej. Sheqeri që është shkrirë edhe ka marrë këtë format. Tash ti vendos aty, ndërsa unë vendos të tjera që kam bërë. Që të pjekim edhe biskotat e fundit. Dhe luma i ekip që punon në këtë rubrikë. Shiko, se e nisëm nga kjo forma kështu shumë e thjeshtë, domethënë një biskot e thjeshtë që mund ta hanin çdo mëngjes as gjysmë në çaj, në kafe, dhe përfunduam duke bërë gjithë florën dhe faunën. Kemi bërë çdo formë të mundshme. Kemi bërë kurora. Fantastike. Ja, Fjongo, unë po vendos. ato biskotat e vogla për kafen dhe çajin që ti na tregove, atë formën klasike e cila në pjekje ndryshon dhe bëhet shumë e mirë. Çfarë kemi tjetër? Kemi bërë ato si diamant të vegjël, se kemi lyer me sheqer dhe mjafton një si kjo në mëngjes me atë kafen e shkurtër, siç e pi unë. Nëse s'doni ta teproni me sheqerin, dhe me biskotat. Mirë, të ndihmoj pak që mundesh. të ta lehtësoj pak punën. Ti mund të më ndihmoje duke vendosur anë edhe këtë biskotën atje. Zgjidh një vend menjëherë. Kështu shumë të bukur atje që të duket ajo aja. Aja ime. Duhet jetë shumë e mirë, besoj. Sa është vendose në pjatë, jo në gojë. Ja, gjitha ju vënd të në fund se është goxha e madhe. Kemi bërë dhe 2 lepurusha të tjerë, kështu që mund t'jetë një ide shumë e mirë dhe për pashkë. Me fëmijët që mund të bëni këto lepurushat e vegjël në shtëpi dhe të shijonin në mëngjesin e të dielës. Mirela shumë të mira. Të lumshin duart. Edhe ty. Ja, ndërkohë që vendosim të piqen biskotat e fundit, kemi bërë biskota për gjithë javën, për familjen. Me këtë sasi, kemi bërë për të gjithë. Do presim sërish 10, 12 apo 15 minuta për pjekjen e duhur në 200 gradë apo jo. Ja, të tregojmë edhe tavën tjetër. Duken të gjithë format perfekte. Na lumshin duart. Na lumshin duart. Mirela, teksa ti shkon menjëherë
realizosh pjekjen e këtyre finale, i themi edhe publikut që ta realizoj këtë recetë në shtëpi, do bëj shumë mirë, sepse shija ishte fantastike dhe aroma këtu është e mrekullueshme. Faleminderit shumë. Sa herë që je këtu na mbulson shpirtin edhe na bën të shijojmë gjëra shumë të mira. Publikut i themi shihemi por nesër në 7:05.